Jam dikon 73 vjetë. Këtu ne kina 2 termine në javë, hanë e tenjitën e kina 2 termine që luj, me thënë, ka 1 orë, luj kryesisht me rini, punë fizike, janë non-stop, gjithë ditën gati janë lëvizje, s'ka sen që se ha. Dhe me thënë, gjithë që kreti ha, befason edhe familja se unë i përzi, gjelp, amël, tharp, mëre kret, lam shiqoj. Synimi jam është që tash me thy rekordin botënor. Përshëndetje miq të mediumit shqiptar që krejt nga Ona Adea. Sot jemi këtu në qytetin e Kaçanikut e më saktësisht në stadium. Pse në stadium? Unë kam ardhur me taku ish futbollisten 73 vjeçar Ibrahim Dogani, i cili në moshën 74 vjeç synon me sjell një rekord të ri botror në Kosovë. E për më shumë detaje qëndroni me ne. Përshëndetje zotri Ibrahim, a u lodha? Përshëndetje. Përshëndetje. Po, tu stërvit, mashallah mirë ball. Po, elhamdulillah mirë jam. Apo mënesh në këtë moshë, sa vjeçar je? Jam dikon 73 vjetë. 73 vjetë edhe po lun futboll, po stërvitesh kaq shumë. Plus je me Ramazan. Po, hiç pa problem. Po, jam aktiv. Edhe 2 termine i kena në javë. Luj me rinin. Kështu që tregona pak që sa ke fillu me umer, me futboll, e pse vendos edhe në këtë moshë, qysh po mënesh me dal? Me futboll kom fillu dikun vitet 68, si juniori ekipës Lepencit. Ekipa e Lepencit ka qenë në elitën kosovare. Prej 1968-ës jam kështu non-stop aktiv. 69-ën kum dalë për senior, edhe prej ati viti deri dikun demonstratat e thënishën, qëtën si pak përshtatshëm, edhe e ndërpreva atë karjerën. Por ndryshe, kum lujt me ekipet më dhaja, me Prishtinë, me Vllaznim, Liria e Prizrenit. Në atë kohë ka qenë besa e pejes, po budoqnosti kanë thonë. Në atë kohë, dhe me thonë, se i përmena këtë 3 ekipe asa 4, se këto kanë qenë edhe në elitën Jugoslave. Me thonë, ligën e 2 Jugoslave atër. Sa është e vështirë për ty në këtë moshë me umer me futboll? Po, nuk ka vështirësi. E du. E bën me vullnet. E baj me vullnet, hiq pa problem. E du sportin. Sportet tanë si gjithmonë i kum dashtë. Se nuk është puna veç e futbollit, po kam qenë shahist në elitën kosovare, po du me thonë. Handball një pjesë e kom fillu në rini, ta në ndërpreva dola në futboll. Të gjitha ka paka? Po për ketë, ping-pong. Ping-pong po kom lujt. Në elitë kosovare atër, në ligën e parë Kosovës. Do me thonë, përgjithësi kështu sportet, krejtë llojet e sporteve i du, i adhuroj, edhe mirë në me. Sa herë një avë ushtran? Sa herë një avë janë me ushtru këtu? Këtu ne kina 2 termine në javë, të hanë e tenjitën e kina 2 termine që luj, me thënë, ka 1 orë, luj kryesisht me rini, kanë respekt, jashtëzakonisht madh për mu, edhe unë i du ashtu sikur fëmijët e mi, do me thonë, kemi harmoni, kështu shumë të madhe, edhe... E moshatarët e tubat, sa pëllujnë hala? A e me të vështë të shpëllujnë? Ata s'po merren me sport, a? Ato, kanë lonë, të në thënë, kanë lonë rraj, kanë lonë pyk, e kitë kjartë. I kum pas, do me thonë, i kum pas 2 a 3 i kum pas gjeneratës të ime, do pak ma të i, po atë e kanë ndërprej, që një 3-4 vjetë, no, s'jam të morë, unë e kum vazhduar.
Pasi pse ti ka që i shëndetshëm, si e ushqen vetën, me çka merrësh çdo ditë, që je ka që i fort. Është jam aktiv. Po du me thonë, Nuk më dalesh asnjëherë. punë fizike, jam non-stop, gjithë ditën gati jam lëvizje. Një, e dyta, për ka ushqimi, s'ka sen që se ha. Dhe me thonë, gjithë Kreti hana? kreti ha. Shka është ma interesant, befason edhe familja se unë i përzi. Gjelp, amël, tharp, mëre kret, lam shiqoj. Shembol, se amëlsin shumë e kum dash non-stop, edhe non-stop e kum përdor. Edhe kur jam kon aktiv, mas tërvitjeve, mas lojnave, gjithmonë kum shku me hungër, i thash me ka një sotla që 2 tolluma. Si terapia, kja? Si terapi. E ndoshta me thonë se amëlsinat i përdori, i kum përdor, non-stop edhe sot i përdori shumë, aso kur problem s'kum pas, Nështë kjo puna që nuk nalesh, bën aktivitete, kjo nuk t'len as me usëmur, as me po me mbajt vetën. është fakt. Na e tregon pak, kush pëlqen prej futbollistave, që kështë desht me shku në hapa ti? Po mo që tash, kisha konë ma i ri. Po Kur kam- ti me qenë se lunë, ti synan diçka. Qka synan Unë- vetë? Synimi jam është që tash me thy rekordin botnor. A me ndën që Shka? kemi ja dalë? Me sjell një rekord të ri Kosovë, botror në Kosovë, me ndën. Kosovë, jam i kështu i flakt që me mujt me arrit qatë qëllim. Arsye kryesore që unë po e vazhdoj edhe sot aktivitetin, aso është krye po që kjo, se një Izraelit e mban rekordin botnor me 73 vjetë që ka qenë aktiv. E unë e 73 kum ka lu, e pra 74 në aso, mu isha me thy rekordin, ja sill Kosovës një rekord botnor ajo. Akoma ma mire, ma s'besoj që Dhe thonë, kjo është dëshira jote, dhe shpreson që kemi sjell. i mytin e kam, maksimum kam mu angazhu, veç me arrit këtë sukses. Po të shoh pak edhe të emocionum. Po. Po dridhesh, Po dridhen se kur po flet për rekordin botror të Kosovës. rekordin, rekordit mi hapru, një rekord botnor mi hapru Kosovës. A ka ma shti, ma krenari për shimë, për njeriu. Kjo do të thotë shumë për juve. Fakt, është fakt. Normal që është shumë, se një shtet i vogël si Kosova, me 2 milion banor, me pas një rekordman botnor, Do të thotë shumë. futbollit kjo, s'do koment. Si është aty futbolli në vendin tonë? Edhe s'na tregove kush pëlqen prej futbollistave. Futbollistat Futbollistat tonë po flasëm, po mënesh edhe të huaj, që ty të pëlqen. Shtu se individ së një dalloj ashtu fort. Të elitës tonë, po du me thonë. Po si ekipe, do me thonë, Balkani edhe drita, me gjithse Prishtina, që të kohën e fundit, ka zonë pak mu përmirësu, edhe pse është më katë një Prishtinë për shembull, çfarë pozite ka pas edhe si qendër e Kosovës. Në konë në atë nivel, s'është e mirë, po rrethonat janë të tilla edhe që tash futbolli ka përparu shumë. Njerëzit i përcjellin to ekspert botnor, e kitë qartë aso, edhe fillojnë me zhvillu aktivitetin edhe këtu kanë fillu. Sa ki për krajete, kur
ju thu tjerëve që në synoj me pru një rekordrim botëror. A ki përkraja, atë përkrahen? Kretë më përkrajnë. Krejt përkrahen. Edhe trita? Trit ato, trit shumë respektojnë. Aso edhe thujnë që kime arrit, edhe kështu edhe kur lujnë qëtë fushë, se në qëtë fushë i zhvillojnë aty ndeshje, aso dy termine njoftë, ato knoqën me aso. Edhe befasohen me atë Lojën tane. me lojën, po ashtu me thonë me lojën, se lojën normal. Se unë edhe kam qenë edhe pas aktivitetit që jam konë aktiv, kam qenë 2 vjetë trajner, refer, të me thonë të futbolit, me litën kosovare ata. E ato shumë kështu e di, knoqën, për shembull, kur më shojnë aso se jam aktiv, edhe silon ka njerë me deportue me aso, befasohen, thojnë, krejti kalojnë aty, kur së të kalojnë. Edhe pak si najgore, aso po, është knaqësi me lujt me rinjin. Që është bërë me unë ndi ty? Unë dihem të jeti i knaqët, i lumë tonë, kur luj me to, baj hajgare me to, i nga smoj ka njëherë, ku po më unin me bacin ju, qysh? Po shtini me mua. Apo na i bën të taktika me të pas. So një jam marak like, topet po me lu nuk di. Me lu s'dija, marak jem bëll, futbol. Qatë, po ta pasojnë e ty. Ba, sa bëj një pytja. A menon që futbolli është edhe për femra? Normalisht. Edhe pse ta është po zhvillohet edhe për femra. Normalisht, more pse jo aj. Ajo është aktivitet që shme thonë i lirë. Kujna ja do barku për shembull, kush e don, asoj mundet pse shka ka për shembull. Mashkulli me femnën për shembull. A me sillo dhe femra rekord botror? Jo, shumë, se jo pak. Arë parasysh para gjikimit të e ditë që në vendin tonë bohen. Po është normale ajo, pse jo? Ajo me aktivitet, me angazhim, e kitë qartë çdo gjon arrijet. Edhe çdo kush mundet me arrit. Pavarësisht është mashkull a femër, e kitë qartë. Vetëm se e don vullnetin, dhe me thonë edhe aktivitetin. Me pas vullnet edhe pak duhet pak me po sot i ki në tanant i ki për shembull ki ligjerata, ki storje e ki të qartë për mi pa aso se lëvizjet, mbajtjet, pasimet, shembull topit. E kitë qartë që to aso, që to janë... Cili është një mesazh që po e jap, po e përcjell për fond? Po mesazh jem me qenë sa ma aktiv. Edhe mos mu dorëzu? Mos mu dorëzu kur. Nëse keni një qëllim? Pavarësisht, po normal. Qëllimi arrihet me angazhim. Sa është e thonën, për shembull, unë si futbolist, që jam sy një rekordi për shembull, po çfarë do lamije, pa kështu, pa angazhim, pa vullnet, s'mundesh me arrit kur gjë. Besoj që kjo është. Faleminderit shumë për kohën që ndove me neve. Vazhdo servetët tëna apo ulim që atje dhe për të këshyram. Po kry, shumë faleminderit.